Mbi 27.000 nxënës të klasave të pesta nga gjithë Shqipëria janë nënshtruar testimit kombëtar VANAF, një proces vlerësimi kyç që mat arritjet e tyre në përfundim të arsimit fillor. Testi u zhvillua njëkohësisht në të gjitha shkollat publike dhe jo publike të vendit, duke përfshirë 3 lëndët themelore: gjuhën shqipe, matematikën dhe diturinë e natyrës. Mua nuk më duk shumë i vështirë, por më duk mesatar. Jemi përgatitur për diku 2 muaj, në falë zyshës tonë. Para unë vi nga qyteti i Gjip, por shqiptarët më kanë ndihmuar shumë të mësoj gjuhën shqipe. Vërtet mësuesit na kanë ndihmuar shumë, kemi punuar shumë para testit, nuk kishim ndonjë vështirësi. I bëra të gjitha, çik më i vështirë më duk matematika, por prapë i plotësova. Megjithse testi nuk ndikon në notat e tyre përfundimtare, nxënësit janë përgatitur me seriozitet, duke e parë atë si një mundësi për të matur njohuritë e fituara. Në bazë të pyetjeve që u kanë bërë fëmijët tani sa dolën nga testi i VANAF-it, më konstatuan që ishte një test mesatar. Dhe unë duke marrë teste e viteve dhe i punuar me fëmijët, shikoj që me të vërtet testet sa vinë dhe bën më praktike. Dhe fëmijët e gjejnë veten të gjithë pa përjashtim. Në përgjithësi edhe në provimin që bëjmë ne në jetën e përditshme, zakonisht nxënësit hasim pak vështirësi në dituri, me thënë të drejtën, sepse ajo është një lëndë që fëmia duhet lexojë pak më shumë se teksti. Rezultatet e testit që do të publikohen në javët në vijim do të shërbejnë si një tregues për cilësinë e arsimit fillor në vend.